5 shqiptarë arrestojnë në Dubai. Dhe do të për ekstradim në Shqipëri. Që kanë bërë dhe që janë këta tani, se të botës krimit janë, që ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar, janë arrestuar në Emiratet e Bashkuara Arabe për të ekstraduar në Shqipëri. Cilët janë këta persona dhe për çfarë akuzohen tani këta? Këta janë biznesmen jashtë teritorit të Shqipërisë dhe investitorë serioz se ka marrë dhe fonde publike dhe tendra brenda teritorit. Operacioni i fundit fakt që është bërë në Dubai, dhe uroj që Interpoli të arrijë, Interpoli se nëpërmjet Interpolit është bërë, dhe prandaj është edhe lajmi që është kapur në Abu Dhabi, se ata janë kapur në Dubai. Janë 6 persona, 5 i kanë kryer procedura, për 6 janë duke bërë verifikim, sepse dyshojnë që mund të ketë pasaporta të falsifikuar ose pasaporta rregullt në një vendi evropian. Ke parasysh kush i jep këto pasaporta të rregulla? Kryesisht Greqia jep kështu pasaportash. Ndali shtetas grek ata, edhe pse janë shqiptar, po aty figurojnë si qytetarë të Bashkimit Evropian. Në rastin konkret, operacioni ka synuar të godasë një bërtham shqiptarës atij që janë të njohur dhe në aktivitet. 4 prej tyre janë kryesisht për trafikun e narkotikëve, 5 është për shkak të mashtrimeve kompjuterike që është rasti i Amant Josifit, pra njërish nga bashkëpunëtorët e grupit të historisë call centrave të Amant Josifit. 4 tjerët janë të rëndësishëm, mes tyre emri që tërheq më shumë vëmendje, është shumë pak i dëgjuar, por mos tani pa dëgjuar brenda vendit. Bëhet fjalë për personin aty e kanë identifikuar si Alex Pepa, po e ka emrin Shkëlqim Pepa. Pak mbaj mend që në vitin 2022, mos gaboj, në vjeshtën e 2022-shit, ky ishte përfshin një investim atij që kapte vlerën $440 milion. Ishte kreti në Dubai. Është një nga nuk ka punuar me kryesisht me pjesën tjetër. Pra prandaj thashë që pa dëgjuar. Në Shqipëri për shkak të operacionit që bën prill, u morë me vllajën e vet me Jetmir Pepën, dhe atyre u sekuestrua një pasuri me vlerë diku te 12 milion euro, përfshirë hotele, kompani, biznese, dhe aty u pa që këta vetëm në vitet e fundit kishin marrë diku te 69 milion euro tendra në bashkitë e kryesisht e mazhorancës, po ashtu dhe në punë publike, në investime publike. Pra që vërteton atë që vazhdimisht e kemi thënë që shiko këto para që vinë në sasi të mëdha, diku do të investojnë dhe tashmë janë futur dhe në punë publike, se ky është problemi. Gjithsesi, arrestimi i këtij, thash, autoritetet e Emirateve kanë kohë 60 ditë, se nga 40 ata kanë thënë 60, për të marrë dokumentacionin e plot nga Shqipëria dhe për të mundësuar ekstradimin. Pra nga 3 vëllezërit Pepa, 2 tashmë janë, njëri është në arrest për shkak të operacionit të prillit dhe ky është në arrest në Emiratet e Bashkuara. Thash, ardhja e tij do të plotësojë një sken. Thash, ka qenë nivel, sepse hetimi në Shqipëri që ka spaku, është kryesisht atë hetimin historik. Pra, po merret me skajnë aktivitetet të vitit 2020, ne jemi 2026, 2021, 2022, që ka qenë koha e Covidit, që u trefishua niveli i kokainës që trafikohej në Europë, dhe sasit që është përfshirë, ky janë vërtet sasit të mëdha. Spaku në dosjen e vet i nxjerr në një episod që ai thot kam 30 milion euro, dhe s'po i grumbulloj. Po thash me fuqinë që unë që kam patur atje, kjo është një gjë e papërfitshme për ta. Vetëm në raste që ka listuar spaku, pra vetëm nga janari deri në tetor të vitit 2020, aty bëhet fjalë për ngarkesa që shkojnë në 2 tonë, 1 tonë, 300 kg. Pra në qershor ata kanë arritur këto janë të interceptuar ata, se nuk dim se çka ka të tjerë, por vetëm muajin qershor bëhet fjalë për 3 tonë. Pra, kanë lëviz kokainë nga Amerika Latine, nga disa vende të Amerikës Latine, përfshirë Perun, Ekuadorin, Kolumbinë, duke furnizuar tregjet Bashkimit Evropian, kryesisht në Anvers, në Belgjik dhe në Rotterdam në Holland. Por thash, aktiviteti këtyre në Shqipëri e kanë se është sekuestruar apeli, hoteli përballë kuvendit të Shqipërisë, është më i mend aty shkonin dhe kanë një hotel aty përballë, ku bëshin pushimet e seancave, se bënin takime, shkonin dhe deputetët aty, sepse është ambienti, është vërtet ambienti i qetë, ambienti i sigurt. Normale, se ata i kanë mundësit për të garantuar një situatë tillë. Thash, ajo që më bën shumë përshtypje është që së pari është arritur te ky person, që ka qenë larg vëmendjes në Shqipëri. Pra, gjithë vëmendja këtu ishte te i vllai tjetër Jetmir Pepa, që është në kërkim, nuk është kapur, dhe te pjesa e Shqipërisë. Ky vet nuk ka aktivitet në brenda territorit të Shqipërisë. Gjithë aktivitetin e ka patur jashtë dhe prandaj është i vendosur, ka shumë vite që është vendosur në Dubai, dhe si investitor atje, sepse me ato sasi parash ishte shumë
të dukshme për t'i sjellë në Shqipëri. Pra, kaloni, është gati gjysmë miliardi euro. Bashkë me këtë është edhe një pjesëtar tjetër i të njëjtës çështje, që shka për bashkë me këtë është Ilir Lazër, 30 vjeç, edhe ky është në të njëjtën akuzë, por ka një rol më episodik në të organizat. Dy të tjerët që janë kapur është Jetmir Hoxha, i njohur me disa emra, Kristo Qirici, pra është i vllai i Edmond Hoxhës që është vrarë në një atentat në Selit. Besoj ylli e mba më në atë atentatin këtu para qendrës tregtare me minë të telekomanduar, është një zinxhir historik që ka vajtur. Edhe kjo ka të bëjë me trafikun e narkotikëve, po kryesisht kanë pasur si bazë jugun e vendit. Ta ka qenë grumbullues të kanabisit që mbjellej në Shqipëri dhe e trafikonin atë në jug të vendit, në këtë zonë turistike, po kryesisht në Greqi gjatë sezonit turistik. Kapja e tij, ai është i rëndësishëm dhe për hetimet që janë duke zhvilluar këtu dhe disa ngjarje të rënda, përfshi vrasje me vendosje eksplozive dhe atentate në Shqipëri. Bashkë me këtë si pjesëtari të njëjtit grup është arrestuar dhe Shkëlzen Kraja, 44 vjeç, i të njëjtës organizat. Sigurisht sapo të thash për ngjarjet në Sarandë, ky është një nga persona se janë pronar të një hoteli të njohur te rruga në Sarandë që shon drejt kanalit Çukës, pra nga turizmi i vjetër drejt kanalit Çukës, dhe po të shikosh, më tepër është synuar të goditen ta që kanë të bëjnë me narkotrafikun. Do të shohim si do të shkojë atje dhe brenda 60 vite autoritetet në Emirate kanë të drejta sillet. Nga gjithë ta, më besoj që më vështirë do të jetë të sillet pikërisht Shkëlqim Pepa, ose Alex Pepa se kanë kapur, sepse i cili ka dhe potencial financiar atij që mund ta çojë në një proces të zgjatur, por që është si një sukses, është një hap i rëndësishëm që kapja e personazheve të këtij niveli, sepse dal nga dal ne po shohim që edhe Emiratet po kthehen në një vend pas sigurt. Këtë pyetje kisha unë, avion Dubai të jetë një vend i sigurt për krimin apo situata po ndryshon me këtë që dëgjojmë? Atë që ofroi Dubai për gati një dekadë si një parajsë fiskale dhe parajsë penale. Po bie kjo këshill të ofronte mundësi investimi, pa të pyetur kush është burimi parave, dhe së dyti të ofronte pa përkshmëri, pra mos ekstradim, nga vendet që të ishin kërkim. Kjo situatë dal nga dal po lëvizën, për shumë që përdoren forma nga më të ndryshme me deportim, me proces, me persona, ne kemi atje sot personazhe shumë të rëndësishëm që janë në burg atje, nga Shqipëria, që kanë gati 2 vjet që janë në burg, dhe po presim kush do ta marrë i pari, se e kërkojnë një 6-7 shtetet e Europës, e kërkon dhe Shqipëria, do shojnë kush do prevaloj nga Emiratet. Por është vënë re që Emiratet e Bashkuara me Shqipërinë kanë ndryshuar qëndrimin ndaj kërkesave nga Shqipëria, sepse kanë gjetur një zgjidhje duke shmangur edhe procedurat e zakonshme për ekstradim dhe duke i kaluar me deportim. Shqipëria ka avantazhe. Dhe një pjesë e tyre që kanë investime atje, për shembull rasti i këtij është vërtet për të testuar se çfarë do ndodhë, se investimi që ka ky atje shumë i madh, dhe për të parë që sepse ne kemi patur në Dubai personazhe të rëndësishëm në botën e skrimit, të cilët e përdorin Dubai vetëm si stre, por mos u kapur nga vende të tjera, por njëkohësisht kemi patur dhe narkotrafikantë të nivelit lartë që kishin sasi të jashtëzakonshme parash të investuara në Emiratet e Bashkuara. Dhe investimi, pra atje u krijonte atyre një lloj aureol mbrojtëse nga autoritetet më të madhe se këta që ishin thjesht aty për strehim. Dhe jo thjesht strehim, aty kanë shkuar edhe kanë marrë dhe familjarët që shmangun dhe ndonjë atentati në Shqipëri apo hakmarrje. Gjithsesi, thash, kjo është një rasti është shumë interesant, do të shohim në vijim çfarë elemente, çfarë provash do të vinë, sepse ky është një proces. Është një nga personazhet që i plotëson ato. Është zhvillim. Thash, ishte investim që shkon diku te gjysmë miliardi, edhe është investim goxha konsiderueshëm.